Mimoza Musa do t'jetë një nga nënkryetaret e Vlenit, ndërsa Azir Aliu po punon në rregullimin e statusit të partisë, i cili është një nga 5 anëtarë të Komisionit për zhndërimin të koalicionit në subjekt politik. Këtë sot e pohoi vet Azir Aliu nga grupacioni ASH-s, që është pjesë e qeverisë, duke shtuar se po punojnë intensivisht dhe se të gjithë gjërat do të marrin jetë më 9 maj, kur dhe do të mbahet kongresi i partisë. Kemi vendosur që nënkryetaria do të jetë zonja Mimoza Musa, edhe si zonjë edhe si përfaqësuese e Aleancës për Shqiptarët si deputete, dhe kontributi i saj do duhet të çmohet. Aliu tha se ndembajnë komunikim me Arben Fetaun pavarësisht se politikisht i kanë rrugët e ndara, duke lënë të nënkuptohet se Fetau pas rikonstruimit të qeverisë nuk do të mbajë më postin e zëvendës kryeministrit. Neve kemi komunikim me secilin, do nuk kemi hatërmbetje personale, e dinin është e bukura kur merresh me politikë, është kur din të ndajsh politikën nga procese tjera. Për fat mirë neve dim të edhe kemi dhënë rezultate që politika është një, e pastaj procese tjera janë diçka tjetër, kështu që komunikime politike nuk kemi, pasi që linjat politike janë ndoshta të ndryshme, megjithatë komunikim personal po. Kujtojmë se ASH-ja u përqa në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, kur Arben Taravari u nda nga Zjadin Sela për të urreshtuar në Vlen kundrejt Selës që urreshtua me Frontin Evropian. Më pas, para zgjedhjeve lokale të vitit 2025, Taravari vendosi të lëshojë qeverinë dhe të i bashkangjiret koalicionit të BDI-s, pjesë të cili ishte edhe Sela, por Azir Aliu së bashku me Arben Fetaun vazhduan të qëndrojnë në Vlen, duke mbajtur kështu edhe postet ministrore që u takonin. Me vendimin e krerëve të Vlen, që partia në formim të funksionoj vetëm me 2 kryetare, jo me 4 kryetarë me rotacion, si që thuaj në fillim, Arben Fetaj dhe disa të tjerë dolën si të pakënaqur nga ky vendim, me çka dhe u distancua nga Azir Aliu, i cili pranoi këtë mënyrë funksionimit të Vlen, ku grupacionit të ASH-s nuk i takon posti i kryetarit, por vetëm i nënkryetarit.